Afati zyrtar i këtij viti është 31 marsi për periudhën e raportimit të gjithë individët që kanë të ardhura mujore më të mëdha ose të barabarta me 100.000 lekë të reja. Gjithashtu dhe deklarimi i 2 apo 3 punësimeve edhe nëse nuk është në vlerën 100.000 lekë të reja, më të madhe ose të barabartë, është detyrim ligjor i parashikuar në diva që të deklarohet. Për qytetarë që jetojnë në vendin tonë dhe për jo rezident, por që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, janë të detyruar që ti nështrohen kuadrit ligjor fiskal të ndryshuar. Mos raportimi përveç penaliteteve financiare ka edhe penalitete ligjore dhe masa të tjera ndëshkuese. Plotësimi dhe dorëzimi i deklaratës individuale kryhet vetëm online. Për të regjistruar në Diva, tek tatime.gov.al në menun i shërbime. Hapi 2 vijon. Zgjedhim rubrikën ku është e përcaktuar për individ. Pra, ne jemi një individ që paguemi me një pagë mujore dhe do të deklarojmë të ardhurat tona mujore.